është një probabilitet. Mentor, si shpjegon këtë rezultat të njeriu donë që një ambasador amerikan e quajti ylli në ngjitje i politikës shqiptare, që Delfini pasuesi i Sali Berishës, kryeministrin i hije për në 10 vjet, rreshta 12 vjet, domethënë që mendoj se do ishte e ardhmja e politikës shqiptare. Dhe do në përfundon në këto shifra, do në as partije 6 e 7 i bie me këto. Problemi që tash. Basha bën pjesë tek politikanët që e mbyllit ciklin e tij, për fat keq e mbylli në opozit, drejtoi për 3 procese zgjedhore partinë më të rëndësishme të opozitës, nuk shkoi më tej se sa shumë afër pushtetit në 2021, edhe pse kishte suportin amerikan, por me sa duket Rama e kishte më të fuqishëm, megjithatë përtej suporteve besoj që... Të shikojmë sa ka marrë në... Se e pam në Tiranë 4800, po ta shikojmë në rang vëndi... Këto zgjedhje bëjnë një pastrim të politikës. Në rang vëndi vetëm 13.000 vota, kur janë numëruar gati 80%. Shiko, nuk mund të kishte rezultat e para, sepse Basha vet nuk është me emrin e tij kryetari e asaj partie. Ata as parti nuk blen një parti në gjykat, që e kishte themeluar Ngjela para 20 vitesh dhe pas e kishte ndruja 4-5 herë pronar, sa për të patur letrat në rregull, as ata vetë nuk e kishin seriozisht. Thjesht për të mos mbetur jashtë angazhimit, u përfshin, po besoj që këto zgjedhje vënë një vizë aty. 3-4 nga ato partit bashkë me Partinë e Lirisë mbarojnë ciklin në këto zgjedhje dhe 3 partit të reja nga këto që janë futur, Nisma, Mundësia dhe Bashkë, janë ato që besojmë. Do gjerë një lexim të paraprak të rezultatit të zgjedhjeve? Si e shikon? Ishte i pritshëm? Po, por... Me përjashtim të memorandumit të Kuçit, gjithë sondazhet e jepnin shumë më pak. Ka patur edhe një sondazh që e ka nxjerr identik sa ç'është, është sondazhi i sondazhistit të Trumpit. Po. Por të gjitha sondazhet, edhe sondazhi i Report TV-s ka qenë shumë korrekt në kuptimin e marzhit, kështu që është shumë i përafërt. Problemi është mos fluturosh, po jo ti jesh pak më poshtë. Kështu që në këtë kuptim nuk dështuan, fituan sondazhet, ndryshe nga ç'pritej. Për mua zhgënjim janë të gjitha partitë e reja. Absolutisht. Domethënë, ndoshta dhe ne nga dashamirësia i kemi inkurajuar më shumë se ç'duhet dhe kemi fryrë një tullumbace të paqen. Ju kemi dhënë pritshmëri më të mëdha se sa ju mbanin shpatullat. Po pikërisht pra, ne kemi bërë nga dashamirësia, sepse janë djem dhe djem kryesisht, se vajza vetëm Elena është aty. Po ndoshta jetë duke folur vetëm për veten, se mund të ketë të tjerë që i kanë demonizuar, duke përfshirë dhe Rama dhe Berishën. Ata i kanë bërë nderin më të madh, sepse ata i kanë faktorizuar, i kanë marrë seriozisht, patjetër. Ata që i kanë sulmuar, i kanë bërë nderin më të madh se ne që i kemi trajtuar mirë. Sepse ata i kanë faktorizuar duke ngritur nivelin e tyre, duke i parë si rrezik. Dhe njerëzit kanë thënë reprit. Për ta bërë pak diskutim. Unë nuk është se jam kundër me tezën tënde, por duhet ta kundërshtoj pak. Patjetër. Për të zgjuar dhe pak nga gjumi se jemi vonë. Ka perspektiva sa të duash. Duhet të jemi realist, sepse unë gjithë të ditë kam bërë një analizë edhe me kolegë, po dhe vetë, ato kanë qenë parti kryetari. Pra, duhet të jemi realist. Erlin Qori vërtet kishte një retorik të mirë, dilte mirë në opinion publik, në debatet e tjerë, flet mirë, por është one man show. Redi Muçi, pavarësisht, edhe Redi Muçi një djalë shumë i mirë, djalë pozitiv, pra i përgatitur, por nuk ka rriti do të ishte në staturën e Erlin Qorit, mendoj unë. Pavarësisht ai del deputet. Pavarësisht ai del deputet. Ai del. Ndërsa këtë gjë kam thënë dhe zotit Shabani, fuzioni që ai ka patur me zotin Lapaj, e ka zbeur pak
rolin e tij, imazhin e tij, sepse kemi të bëjmë me dy antipode, me dy të kundërt. Nëse kishim Adriatik Lapajn, i cili është një politikan i ri që ka një lloj, jo vetëm karizme, po ka një lloj edhe është dhe pak demagog, populist, ditë përplasi duart, është populist. Shabani ishte kundër. Është njëri i tribunit, pra, lëre të flasë dhe flet. Shabani ka një qasje që i flet shumë elektoratit gri, është i qetë, është me argumenta, dhe shkrirja që u bërë mes të dyve e zbeu rolin, mendoj unë, të Shabanit dhe qartazi duket, megjithatë do duket edhe tek vota preferenciale se mund të jetë Shabani mbi Lapajn, mbetër për të parë